nuk e besoni dhe nuk e keni bërë. Pra, për mua politika, shiko, njerëzit shpesh herë mund mos jenë të qartë ta formulojnë diçka, por e kuptojnë instinktivisht nëse je në krahun e tyre, je i shqetësuar për ta dhe po mendon për ta dhe ke një ideologji të qartë, domethënë të gjërave që t'interesojnë. Dhe mendoj kjo paqartësi politike e Partisë Demokratike shfaqet në njerëzit përballë. Megjithatë, për sa i përket ideologjive, qyma së ramjes së regjimeve komuniste në 19-ën dhe ka ardhur duke i dalë gjithmonë më pa. Po kaos ka sjellë. Kaos ka sjellë. Diferencat ideologjike po shuan edhe në Amerikë, paqartësitë sjellin kaos. Nuk ke më. Eksakt. Paqartësitë sjellin kaos. Kjo është paqartësitë sjellin kaos. Perëndimi Amerika është gjendje kaosi. Çka ka PD? Pse është kaos? Ka paqartësi. Pse për shembull e mbështes të lloj lëvizjet tyre të djemve? Janë të qartë, ç'a duan ata? Mjafton vetëm kërkesa. Si mundet që të shmangësh meritokracinë në një parti politike, të shmangësh të votuarit, mos i takoj as kryetari i partisë, as kryetari i grupit punës tonë rreth, as kryetari i Partisë Demokratike, pra ti i ke marr, i ke përdor për vota, janë njerëz që kanë reputacion dhe ti i nxjerr ata në pa vlerë. Ata kanë drejt mblidhen, dhe ti imponohen, dhe t'ja imponojnë të gjë, por dua që t'janë të qartë në kërkesën që kanë të bëjnë me... Jam dakord, e di çka kam unë. Kam hallën se ky appendix që quhet Sali Berisha me grupin e tij, a do të lejoj këtë grupim të ri, se fundja fundit unë për këtë, më mirë të provohet një i ri, ose një grupim i ri, se sa këto që janë bo bajat. Dhe nuk prodhojnë, kjo që thëti, nuk prodhojnë do të më politikë. Pra, a do të lejojnë këta, se këta janë aq të pa vizion, se s'kan vizion, i vetmi vizion e tyre është që të mbrojnë pasuritë e tyre. Pra këto nuk do të lejojnë që ky grupim i ri të kapi dhe këto që janë rreth tyre dhe të krijojnë një parti demokratike, një opozitë fuqishme.